Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek libri thirrja, urtësia në thirrjen për në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kemi arritur tek urtësia e thirrjes së ilustruar, nga urtësia në fjalën thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala është edhe përdorimi i metodave ilustruese, dhe më thonë të cilat futen drejt për zdrejti në zemra dhe ndikojnë to. Dhe më thonë, kur ti i përdor metodat ilustruese, normalisht ndikon tek zemrat e besimtarve, tek zemrat e njerëzve. Kur ti i tregon popujt e mëhershëm çish kanë pas dënime apo çish kanë pas të mira nga pejgamberët e Allahut që i ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, ndikon tek zemrat e njerëzve. Andaj duhet me përdor metoda të ndryshme që mund ndiku muslimanët edhe më kthy dinit Allahut subhanahu wa taala. Kështu ato nguliten mendje. Kur ti u shpjegon, nguliten mendjet e tyre. Edhe i bëjnë që të përmallohen për këtë dëgjim dobiprurës. Nga ato, për shembull, është rrëfimet e urta, rrëfimet më të mira janë ato që janë përmendur në Kur'an edhe në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që i ka sqaruar, do thotë, libri i tij famullar Kur'ani, lajmet për popujt e mëhershëm. Po thënë lajmet për popujt e mëhershëm, me përshkrimin më të bukur. Nga ato rrëfime janë rrëfimet e pejgamberëve me popujt e tyre, ku Allahu i gjithdijshëm i lavdron pejgamberët edhe pasuesit e tyre besimtar. Po i lavdron pejgamberët dhe gjithë ata që i kanë pranuar pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Nga ana tjetër i kanë mposhtur edhe popujt që nuk i kanë pranuar pejgamberët e Allahut azza wa jall. Allah azza wa jall u ka dërgu pejgamber si përgëzues edhe qortues, kërcënues. Mirë po, një pjesë e tyre i ka pranu, pjesa tjetër nuk i ka pranu, dhe normalisht Allah subhanahu wa taala i ka dënuar atë popull. E kemi në ngjarje të ndryshme të pejgamberëve të mëhershëm apo popujve të mëhershëm, që i ka shkatruar bile popujt të mëhershëm. Thot Allah subhanahu wa taala, ne, thot, me të shpallur të këtij Kur'ani, po të rrëfejmë ty o Muhammed më të bukurin rrëfim. Edhe pse para ti ishe nga të pa informuarit. Sot Yusuf ajeti 3. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk kishte meditur për popujt e mëhershëm, për ngjarjet e popujve të mëhershëm, sikur Allah subhanahu wa taala nuk kishte mi treguar në Kur'an. S'ka pas pikujt me ditë. Plus asaj ka qenë analfabet, subhanallah. Dhe këtu është një kundër argumentim dhe atyre të cilët thonë se Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka shkruar vetë Kur'anin. Çish ka me mujt me shkruajt Kur'anin një analfabet që s'ka ditë shkrim lexim, që Allahu subhanahu wa taala e ka mësuar. Dhe këtu duhet t'i kotosin gjithë ata të cilët sepse a di çfarë thonë? Thonë që Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka mbledh gjithë librat e mëparshëm, ka marrë dhjatën e re, dhjatën e vjetër, i ka përmbledh dhe ka bërë një libër vet. E ka shkruar vet, subhanallah. Çfarë mrekulli Allahu subhanahu wa taala, Muhamedi alayhi salatu wasallam me shkruajt që ka qenë vet analfabet. Kjo dokument që është një fjalë, një fjali apo një sulmikut. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot, në tregimet e tyre të dërguarve dhe të Jusufit me vëllezër, pati mësime e përvojë për të zotët e mendjes. Ai Kur'ani nuk është bisedë e trilluar, thot, por vërtetues i asaj që ishte më parë, vërtetues i librave të mëparshëm që ju ka zbrit Allah subhanahu wa taala pejgamberëve të mëparshëm. Do thot librave të shenjta, apo Injili, Teurati, Zeburi e kështu me radhë. Dhe sqarues thot i çdo sendi, edhe urdhërfyes e mëshirë për një popull që beson, suratu Yusuf ajeti 111. Sa përket rrëfimeve, po ashtu nga suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot shembulltyra thirrjes islami i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam u ka rrëfyer sahabeve, i ka treguar sahabeve për tregimet që i kanë bërë dobi, që i kanë nxit vepra të mira, i ka friksuar që të bien në të kundërtën e saj. Prej tyre është edhe tregimi për lebrozër, tregimi për të verbrit dhe qerosur, kur i ka ardhur me lagje, apo në këtë tregim ka tërheqje të vërejtjes, ka mos falenderimi për begati. Ka qenë smut, subhanallah. Allah subhanahu wa taala i shëroi, u dërgoi me lajke, i shëroi dhe ata u bën kryeneç.
Dhe i kthej pastaj Muhamedi, i kthej Allahu subhanahu wa taala në gjendjen e mëparshme. Thot në këtë tregim ka tërheqje të vërejtjes nga mos falenderimi për begatit, për kooperacinë, që i nxit thot besimtarët në falenderim për begatit e Allahut, me vetdije se ato begati janë nga Allahu, furnizuesi, po ashtu nxitje për pamirësitë e njerëzve. Po ashtu e kemi rastin tregimin për djaloshin me mbritin, magjistarin dhe njeriun e devotshëm. Secili prej nesh e kemi lexuar apo tregimin apo rrëfimin e djaloshit me mbretin, magjistar. Thot në këtë rrëfim ka nxitje për besimtarët për përqendrim në fenë Allahut subhanahu wa taala, sakrifim të çdo gjendje, të çdo gjëje të shtrejtë, edhe në rrugë të mbrojtjes së fesë, edhe triumfimit të saj apo fesë Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu kemi tregimin edhe ai person që i kishte mbytur 100 vet. Subhanallah, 100 vet i ka mbyt, Allahu subhanahu wa taala po ja pranon pendimin. I mbyti 99 vete, dini tregimin, rrëfimin. Dhe shkoj i than me shkutën i person, i dishëm, çfarë të bëj? A ka pendim për të? Shkoj tek ky personi, ai dietari, edhe i tregoj, tha ja, tha s'ka fole për ty, e mbyti edhe të bëni 100. Pastaj vazhdoi rrugës, duke dashur të shkoj me një vend që pendohet, gjatë rrugtimit, e nxoni vdekja, vdiq. Atëherë filluan me lajqet duke debatuar. Me laqja e dënimit, me laqet e dënimit dhe me laqet e mëshirës. Me laqet e dënimit e thanë 100 vet i ka mbyt ky person. Me laqet e mëshirës ju thanë me laqeve të dënimit, ky dishi të pendohej, po shkon rrugës e pendimit. Atëherë Allah subhanahu wa taala, që mëshira e tij nuk ka kufi, e ka tejkalu hidhrimin e tij, e ngrehi tokën ka vendi i pendimit. Subhanallah, sa mëshirues i madh është. E ngrehi tokën ka vendi i pendimit. Dhe i tha matën e tokën me lajkeve, nëse toka, domethënë vendi i krimit, është më afër vendit ku do të pendoj, ku do të shkon të pendoj, është më afër, atëherë është i falur. Nëse është më afër vendit të krimit, gjatë ecjes, domethënë ky person, atëherë thot do të jetë nga të dënuarit, dhe Allah subhanahu wa taala e tërheqi tokën ka vendi i pendimit dhe e fali me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ky është i mëshirshëm, ky është Allahu subhanahu wa taala i mëshirshëm, gjithë mëshiruesi është. Andaj ti që e ke ngarkuar veten me gjunoje, mos e hum shpresën tek Allahu azza wa jall. Nëse ke bë mëkate, nëse e ke mbushur veten me mëkate, ti nuk je që i ke bë kufër Allahut, ti je musliman, je gjunahçar, po ktheu Allahut azza wa jall. Ktheu se Allahu është i mëshirshëm. Pastaj kemi hapin e dytë për ngjasim dhe marrja e shembujve. Në Kur'anin fisnik ka shumë shembuj të përmendur, ta vetë gjyti tun këto shembuj, të mos do. Prej tyre ka të atill ku Allah ka shembullyer atë që jep në rrugt Allahut subhanahu wa taala. Si ai që ka mbjell një farë dhe ka mbirë çdo farë nga 7 kallinje, e në çdo kallin ka 100 kokra. Dhe sa Allah ja shton mbi këtë atij që do varësisht nga dhënsi dhe sinqeriteti i tij. Nëse ti jep për hir të Allahut subhanahu wa taala, nëse ti jep që daveti me për hir të Allahut subhanahu wa taala, je i sinqert me Allahun azza wa jall, Allahu azza wa jall ta shton ty pasunin. Ta shton dhe ka shembulluar Allahu subhanahu wa taala me kallinjet, me kokrat deri në 700. Andaj ti si vëlla musliman, nëse kontribon që një libër mu shpërnda për hir të Allahut dhe me kontribu, ti që kontribon në çdo aspekt, që të përhapet feja Allahut subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall edhe në këtë dynjë, edhe në botën tjetër ka me ta shtu, në këtë botë ka me ta shtu pasunin, po në botën tjetër kemi pas shpërblimin më të madh. A ka sen më i mirë? Në dy aspektet i po fiton o vllaja. Edhe po të shtohet në këtë botë, por edhe në botën tjetër e ki shpërblimin tek Allahu azza wa jall. Ka shembullim edhe të atij që i jep sa për sy e faqe,
edhe për të përmendur të tjerët apo për të duhur, ati I zhduket vepra. Edhe është si në gurin e lëmuar mbi të cilën ka plur, bie shi I vrullshëm dhe e le pa asgjë. A më thonë është sigur një gur I lëmuar, thot që ka pluhun dhe ai pluhuri me njëherë thot nga shiu I vrullshëm hiqet dhe mbetet pa asgjë. I lëmuar. Kështu është edhe sadakaja, kështu është edhe ai person që jep sa për të dukur tek njerëzit, apo njerëzit me thonë mashallah ky po jep. Por se dijeni, është hadithi pejgamberit alayhisalatu wassalam që në ditën e gjykimit ka marrë një person I cili ka dhonë dhe thot kum dhonë për hir të Allahut, thot Muhamedi alayhisalatu wassalam I thot Allahu azza wa jall, thot qale thot ke gënyer thot, ke dhept, ke gënyer thot, ti ke dhonë thot, me thonë njerëzit se je bujar, dhe normalisht kanë thonë njerëzit bujar, atër futet në xhenemin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall e ka përngjasuar lulëzimin, gjelbrimin me ujin që zbret nga qielli e me të mbin kullosa dhe bari e pastaj bëhet e thahet. Lidhe me këtë temë ka shumë ajete librin e Allahut subhanahu wa taala. Pikë tjetër është kthimi I shikimeve dhe zemrave në shembuj domethënies dhe në gjurmët e tyre. Gjurmët e besimtarve I sheh, cilësitë e besimtarve I sheh, janë të mëshirshëm ndaj muslimanëve dhe të ashpër ndaj kufarëve. I sheh që kanë cilësi të mira, janë të moralshëm, nuk I sheh që gënjejnë, e falin namazin, japin zekatin, agjërojnë Ramazanin, e bëjnë vepra të mira. Këto janë cilësitë e besimtarve. Thot Allah subhanahu wa taala në suratul Mu'minun, ajetin 1 deri në 11. Thot është e sigurt thot që kanë shpëtuar besimtarët. Kat aflahal mu'minun, kanë shpëtuar thot besimtarët. Po kush, cilët janë ata besimtarë? Çfarë cilësi kanë besimtarët? Thot ata të cilët janë të përulur dhe janë thot të kujtesshëm gjatë faljes namazit. E falin 5 vakte, nuk ju hik koha e namazit, nuk e falin kohën, nuk e falin namazin pas kohës, kur t'i kalon koha, nuk janë për atyre që flejnë në kohën e namazit sabahut, po e prishin gjumin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Këta janë kat aflahal mu'minun. Këta janë që kanë shpëtuar besimtarët. Pastaj thot ata të cilët I shmangen të kotës, fjala punë, dhe ata të cilët rregullisht e japin zekatin. Çdo vjet kur t'jen koha e japin zekatin pa më dyshje. Nuk ju bën vezvese, edhe nëse ju bën vezvese shejtani, nuk e dëgjon, japin zekatin. Dhe ata të cilët e ruajnë derin e vet, nuk bëjnë zina. Nuk bëjnë zina sa I përket jetës së ndime. Kanë mundësi mu martohen. Nëse nuk kanë mundësi mu martu, atër agjërojnë për me ul nefsit, për me ul epshin, që mos meron harame, mos meron zina, e sidomos tek të rinjët, që shtot Muhamedi alayhisalatu wassalam, o ju grup, o ju turme të rinjëve, apo grup I të rinjëve, martojuni, sepse kjo u andon syt tek harami, u apletson imanin me një hadith tjetër, thot. Gjysmën e imanit u apletson. Thot, por nëse nuk keni mundësi, atëherë thot agjëroni, sepse agjërimi thot çfarë? E ul nefsin. Me përjashtim ndaj grave të tyre të veta me kuror, nuk bëjnë zina, përveç se flejnë me gratë e veta, edhe thot ndaj atyre robreshave, normalisht kur është lufta, që I kanë në pronësinë e vet, për të cilat nuk janë të qortuar, e kush kërkon për te I tyre të frim, nga të ndaluarat, të tillët janë që kanë shkelur normat e caktuara. Imam Maliku rahimullahu taala për këtë pjesë të ajetit e kush kërkon përveç tyre, përveç gruasve dhe robreshave që I ka, e fut edhe masturbimin vllazdi. E fut edhe masturbimin, knatësia, onania, vetë knatësia nuk lejohet në Islam. Nuk lejohet në Islam. Edhe Shekh Albani përfaqëson këtë mendim që masturbimi është I ndaluar. Dhe ata të cilët me kujdes I ruajnë ato
që u janë besuar sende apo fjalë e ruajnë edhe premtimin e dhënë, dhe ata të cilët i kushtojnë kujtes kohës së namazit të tyre. Pse? Kohës. Më thonë e falin namazin, mirë po, në fund çfarë po thot? I kushtojnë rëndësi kohës. Në kohët vetë e falin namazin. Dhe koha më e mirë, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është koha fillimi. Më thonë, në kohën e parë me fal namazin. Thot të tillët janë muata trashëgimtarët, të cilët e trashëgojnë Firdausin. Dhe aty ata janë për gjithmonë. Allahu Ekber. Allahu azza wa jall po të jap Firdausin, Allah ja. Po të jap Firdausin, xheneti më i lartë. Xheneti më i lartë. Pas Jannatul Firdaus është Allahu subhanahu wa taala. Është arshi Allahut azza wa jall. Atër ti në shkallën më të lartë xhenetit, dhe për atë arsye Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, kërkoni thot xhenetin Firdaus më të lartë. Kërkoni. Pastaj thot këto cilësi të rreqin zemrat e gjalla dhe i tërheqin shikimin e në ndikimin e tyre. Nga ndikimet më të dha është fitimi i xhenetit më të lartë, Firdausin. Kurani fisnik është përplot me përmendje të cilësive të besimtarve dhe gjurmët e këtyre cilësive në dynja dhe në ahiret. I shet gjurmët e tyre, i shet gjurmët e besimtarve, siç i përmendëm më herët. Hapi tjetër është kthimi i shikimeve dhe i zemrave në gjurmët e popujve të mëparshëm. Thot në individ dhe bashkësi zullumçarësh, vendbanime dhe popuj që përgënjeshtronin pejgamberët. Ka shkatru popuj e dini. Ka shkatru popuj. Popullin e Nuhit alayhis salam e ngriti lart, pastaj e zbriti poshtë nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala, të cilët ishin popull homoseksual dhe shkonin pas meshkujve dhe i vinin gratë e tyre. Në vështrimin e tyre se çfarë u ka ndodhur nga shkatrimi, tërmetet, sprova dhe smundjet, janë mësim. Janë mësim. Që thot edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam, nuk ka dënim për ummetin tim përveç se tërmete, sprova të ndryshme e smundje të ndryshme. Dhe me këto Allah subhanahu wa taala i fal besimtarët. Pamja atyre vendbanimeve të tyre dhe mënyra se si janë zhdukur, si u janë rënuar shtëpitë e tyre, se në çfarë mënyre i kanë poshtur Allahu i plotfuqishëm dhe lajmet rreth tyre i ka bërë mësim për ata që mendojnë. Allah i ka udhëruar robërit e tij të shëtisin, të meditojnë dhe të shohin këto gjurmët që Allah subhanahu wa taala i ka dënuar. Thot Allah azza wa jall, thot thuaj esni në për tokë e mandej shikoni se si që përfundimi i gënjeshtarëve. Suratul An'am ajeti 19, po ashtu Allah azza wa jall suratul Rum ajeti 9 thot, a nuk u thuan ata në për tokë e të shohin se si që përfundimi i atyre që ishin para tyre? Thot ata ishin edhe më të fortë se këta. Ata e lëruan tokën dhe i rindërtuan atë më shumë se sa këta. E rindërtuan atyre u patën ardhur të dërguarit e vetë me fakte të qarta. Po ata s'pranuan. Për Allahu nuk ishte që t'ju bëj të padrejt atyre, por ata vetvetes i për padrejtësi. Suratul Rum ajeti 9 si shtam, urdhri për shëtitje në për tokë është edhe në aspektin fizik, po edhe në aspektin e admirimit dhe të menduarit rreth përfundimit të atyre që i kanë përgjigjështru argumentet e Allahut azza wa jall. Po ashtu edhe me sy mund të përfshihet dhe të vështrohen gërmadhat e vendbanimeve. Kur ti e sheh gërmadhat e vendbanimeve, ty të rënqethen zemrat nga frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gërmadhat e vendbanimeve, siç thash, të shkatruara dhe braktisura, të cilat kanë pamje të mjerueshme, sepse vetëm shikimi pa ligjikuar rreth atyre argumente rreth gjurmëve është i patobishëm dhe nuk të çon në atë që kërkohet, deri në takimin e radhës me urtësia e forcës praktike me të thirrurit, gradat e davetit, urtësia e forcës praktike me të gjithë pabesimtarët, urtësia e forcës praktike me mëkatarët musliman. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.